Muhamet Duka, baba i Leonard dhe Erlis Dukës, mohoi çdo dieni për konflikte mes dy djemve të tij dhe Santiago Malcos, në dëshminë e parë në procesin që po mbahet në gjykatën e posaçme për vrasjen e ish policit. Baba i Dukajve mohoi gjithashtu sherrë me mbretin e Kumarit, siç njeh Ervis Martinaj, prej vitesh tashmë i zhdukur. Nuk kam pasur konflikt personal me Santiago Malcon. Leonard dhe Erlis Duka nuk kanë pasur konflikt me Santiago Malcon. Ervis Martinaj nuk e njoh. Me këtë shtetas djemtë e mi në djenin time s'kan pasur asnjë konflikt. Baba i drejtuesve të ashtu quajturit klani Duka mbajti qëndrim mohues në gjykatë për pretendimet e SPAK, se është dënuar dhe e goditur nga Santiago Malco, ngjarje që sipas hetimeve ishte shkaku i luftës mes vëllezërve Duka dhe Ervis Martinajt. S'ka dal njëri të më thot kur një gjys llaf, s'jam goditur kur nga dikush, s'ka ndodhur kur me ndonjë përplasje. S'di pajtim mes djemve të mi dhe Mumajesit, absolutisht nuk di gjë. Nuk e njoh gëzim Mumajesin. Rivielu Mumajesin e kam parë si çun lagjeje. Ervis Martinajn se kam dëgjuar, as se njoh dhe as se kam parë. Muhamet Duka sqaroi lidhjet me persona që SPAK i akuzon si të përfshirë në ekzekutimin e Malcos. Aleksandr Manxhaku është i njohur për mua, është një pim nga motra. Dritan Agaj është i njohur për mua, një mbese jona e ka burra të. Oltion Logën e njoh, e kam parë si fytyrë. Fatmir Hyseni Doçajn nuk e njihja. E kam dëgjuar në televizor më mbrapa. Ilir Selmanin e kam dëgjuar, nuk e njoh. Bledi Tetën e kam dëgjuar në media, por nuk e njoh. Nuk e di kush është, nuk më ka lidhur puna më parë. Sipas dosjes hetimore të SPAK, dhunimi i Muhamet Dukës ishte shkaku që shndërroi në armiqësi të betuar miqësinë dhe bashkëpunimin në biznes mes Leonard Dukës dhe Ervis Martinajt.